الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. E falenderojmë dhe lavdërojmë Allahun Gjelle Gjalaluhu wa taqaddaset esma'uh. Selamat ja dërgojmë mësuesit të njerëzisë Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Të dashur vëllezër besimtar, në Kur'anin famulart i gjejmë shumë personalitete që Allahu Gjelle wa Ala i ka treguar për jetën e tyre gjithësisht të pejgamberëve dhe të mirën si model. Po ka që i ka cilësua dhe prej njerëzve të mirë, sikur që është Lukmani alayhi salam, i cili nuk ka qenë pejgamber, ka qenë njeri i urtë. Allahu Gjellu Ala për shkak të fjalëve të tij, urtësive të tij, një kaptin në Kur'an e emërton me emrin kaptin e Lukman, për shkak të urtësive të shumta që ka pasur ky njeri i madh. E ky njeri, të dashur vëllezër, ka qenë zezak, ka qenë njeri i cili me ngjyrë që në kohën e sotit në çmohen, e që Allahu Azza wa Jalla i ka krijuar si krijesa edhe ata dhe neve, e tek Allahu nuk ka dallim mes të bardhët edhe të zijut, atij që flet me një gjuhë dhe atij tjetrit me një gjuhë tjetër, vetëm me devotshmëri. Ky Lukmani alayhis salam ka arrit pozitë lart tek Allahu Jalla wa Ala dhe në zemrat e njerëzve. Dhe është pyet nga njerëzit që e kanë rrethu dhe i kanë thonë: o Lukman, si arrite me qenë për njerëzve të lartë tek Zoti, po edhe me pas pozitë të madhe tek njerëzit në zemrat e njerëzve? Një njeri si ti që e kanë quajt, i cili ka buzë të trasha edhe femrat e çame, edhe një njeri i zi. Kështu e kanë quajt. Ata që e kanë shikuar me një sy të nënçmimit, i ka thonë: një njeri i tillë që si ti që është i zi, buzë të trasha, femrat e çame, qysh ka arrit me qenë një piedestal të lartë, spari të Zotit dhe pastaj tek krijesat? Ai u ka përgjigj si njeri hakim i urtë, ka thonë me 3 gjëra. Ka thonë me 3 gjëra që ne duhet t'i mësojmë të dashur vëllezër. E para ka thonë sidqul hadith. Ka thonë unë kum fol veç drejt. E para, kum fol veç drejt. Kam qenë i sinqert kur kam fol me dikën. Kur nuk e kam thonë vetëm se të vërtetë. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadith: inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Ka thonë sinqeriteti e çon njeriu tek devotshmëria, tek veprat e mira, e veprat e mira e çon njeriu në xhenet. وإن رجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Edhe njeriu vazhdon të flet me sinqeritet dhe të përpiqet që gjithmonë ta thotë të vërtetën me sinqeritet, hatta yuktabu inda Allah sidiqa, derisa shkruhet tek Allahu njeri i sinqert. E kur tek Allahu shkruhesh njeri i sinqert, ka arrit një pozitë lart tek Zoti, po kime arrit pozitë lartë edhe në zemrat e njerëzve në tokë, sikur që ka qenë Lukmani alayhi salam. Pastaj dhe kundërta: wa in al-kadhiba yahdi ila al-fujuri, gënjeshtra e dërgon njeriu në gjunah. Wa in al-fujura yahdi ila an-nar, edhe gjunahu e çon njeriu në xhenem. Wa in ar-rajula la yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktabu 'inda Allahi kadhaba. Edhe njeriu vazhdon me gëny, me rrejt. Edhe përpiqet gjithmonë me rrejt të tjerët. Hatta yuktabu 'inda Allahi kadhaba. Derisa te Allah shkruhet gënjeshtar. E kur te Allah diku shkruhet gënjeshtar, Zoti na rujt, ai s'ka pozitë lart as tek Allahu, po nuk do të ketë pozitë as tek njerëzit. Kjo është e para, sidqul hadith. E dyta ka thonë wa ada'ul amana. Ka thonë ju kom përmbajt amaneteve dhe fjalëve të marra, që i kom marrë emanetet.
ju kum premtu njerëzve, e kom majt premtimin. Ja kum kthy emanetet, se kum thy besën, nuk kum tradhtu, po kum qenë gjithmonë njeri I cili e ka majt fjalën. E për këtë Allahu xhallahu ala këta njerëz I lavdron në Kur'anin fallat. Dhe thot walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dhe ata të cilët I përmbahen emaneteve dhe detyrimeve të marra. Në fund çka thot Zoti? Ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Këta njerëz janë trashëgimtarët e Firdausit, xheneteve të Zotit xhallahu ala, më të lartë në ditën e gjykimit. Kur njeriu nuk I thyn premtimet, po I mban premtimet që I ka dhënë, e mban fjalën që e ka dhënë, padyshim që tek Allah ka pozitë të lartë dhe do të ketë pozitë edhe tek njerëzit sikurse që ka pas Lukmani alayhis salam. Për ndryshe I ngjason munafikave, dyftyrshave. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të dashur vëllezër, thot: "Atul munafiqi thalatha." Munafiku ka thoni ka 3 shenja. 3 shenja që dallohet dyftyrshi prej njeriu të sinqert, prej njeriu që e mon besën, prej njeriu që e mon fjalën, I ka 3. Idha hadatha kadhab, kur flet gënjen, sa fol ra. Wa idha wa'ada akhlaf, edhe kur premton e thyn premtimin. Wa idha i'tumina khan, edhe kur I besohet tradhton. Edhe kur I besohet tradhton. Këto 3 shenja I ka munafiku dyftyrshi. Pra kur flet gënjen, kur premton e thën premtimin, kur I besohet diçka tradhton. Ky njeri si ka mundësi që me arrit knatësinë e Zotit dhe knatësinë e njerëzve? S'ka mundësi. E Lukmani alayhis salam ju ka përgjigju, ka thonë: "Ani çoni mi zi, edhe në sytë e ju nuk jam I eshëm." Tek Allahu xhallahu ala ka pozitë për arsye se ka folë të vërtetën. Ka shku, ka qenë I sinqert, ka folë drejt, dhe gjithmonë e ka marrë premtimin dhe e ka marrë besën e dhënë. Dhe e treta ka thonë: "Wa tarki ma la ya'nini." Që më ka bo me arrit pozitë lartë tek Allah dhe tek njerëzit është nuk ju marë me ato që s'm intereson. E treta, nuk ju marë me ato që s'm ka interesu, me ato që s'kom pasën e lëvërdi dhe dobi prej saj, as në dynja, as në ahiret, s'ju marë me to. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadith: "Min husni al-islami al-mar tarku ma la ya'nihi." Prej fetarisë së mirë të muslimanit, prej muslimanllakut mirë është mos më u marr me ato që s'takojnë. E ne si popull e kem këtë cilësi ka gjatë të shtym, si popull përgjithësi. Kem qef më u marr me këtë punë të halve. Kem qef me pa qimen në gjellën e dikujt, ama traun në shpiton se shoh. Ai që mirët me punët e tjerëve, dhe shikon se çka bani, çka thonë filani dhe alani, mirët me punë të cilat nuk I takojnë, s'ka dobi, s'ka mundësi me arrit pozitë të lartë tek Zoti edhe pozitë të lartë tek njerëzit, s'ka mundësi. Dashur vëllezër, Allahu xhallahu ala thot: "Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum." Bala, a mendojnë ata që ne nuk I dëgjojmë sirrahum wa najwahum, fshehtën e tyre dhe të dukshmen e tyre? Kurse si thot Zoti, ne I ndëgjojmë edhe kur mirëni me punë të kota, edhe kur mirëmi me gjërat që s'na takojnë. Allahu xhallahu ala ndëgjon dhe shikon ashtu siç e takon madhërisë së Tij. "Wa rusuluna ladayhim yaktubun." E Allah thot, të dërguarit tanë me lajket shkruajnë ato që jeni duke e vepruar. E shkruajnë ato që jeni duke e vepruar, që jeni duke u marrë me gjërat që s'ju takojnë. Apo dojmë pozitë të lartë tek Zoti? Apo dojmë pozitë të lartë në zemrat e njerëzve dhe tek njerëzit në dynja? Atëherë të dashur vëllezër, mos të mirëmi me gjërat që s'na takojnë. Sepse gjua është prej tulit, shkon aty ku nuk duhet, ama pagesa pastaj është e rëndë. Për këtë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur e pyeti Muadh ibn Jabali dhe I tha: "O I dërguari I Allahut, a ke më marrë në pyetje edhe ato çka flasëm?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I tha: "E Muadh,
فهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. O muadha, po ajo që mas shumë ti tha i fut njerëzit në xhenem, është për shkak të veprave të gjuhës së tyre. Për shkak se gjuha e tyre u marr me gjëra që s'e takojnë. Ka fol kur s'ka dashur me surdash me fol. Ka hesht kur është dashur me fol. Ka përgoju, ka marrë në përgojë të tjerët. Ka fy, nuk e ka përmend Zotin, është marrë me gjëra që s'i takojnë dhe i ka kushtuar. Andaj dashur vëllezër, to tri cilësi ka pas Lukmani alayhis salam, cili ka arrit pozitat larta tek Allahu xhalla wa ala dhe ka arritur pozitat larta në zemrat e njerëzve. E para sidqul hadith, ka qenë i sinqert gjithmonë dhe kur nuk ka bë lajk apo gjithmonë ka folë të vërtetën. Adaul amana, gjithmonë i ka marrë premtimet dhe emanetet e njerëzve. Edhe tarku ma la yanihi, edhe gjithmonë e ka lënë ato që si ka pas dobi për saj, s'është marrë me gjëra që si takojnë, po gjithmonë është marrë me gjëra të cilat ka pas dobi në dynjan e tij dhe në ahiretin e tij. E ne lutem Allahun xhalla wa ala që t'i përvetsojmë këto tri cilësi, të cilat na mungojnë kohëve të fundit kogja shumë, na mungon sinqeriteti kogja shumë, na mungon emaneti kogja shumë dhe na mungon marrja me punët tona kogja shumë. Andaj lutem Allahun xhalla wa ala që t'i përvetsojmë këto tri cilësi, na bëj për atyre njerëzve që jemi të paktën sa tek themrat e çamet të Lukmanit alayhis salam, se mjafton për neve vetëm të themrat e tij të çamë me qenë se tek Allahu xhalla wa ala i ka pozitë lart, e njerëzit të cilët arrin nga njerëzve të cilët kanë pozitë lart të Zotit, padyshim që kanë dobi në dynjan e tyre dhe në ahiretin e tyre. Lutem Allah që të na fal neve dhe juve të na bashkojnë në xhenetin e tij, ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.